Mimrama, miqtë on televizion, mimrama dhe ju miqtë on tok. Unë sonte kam një të ftuar special, mik të vjetër timin, bashkëpunëtor, artist, ai është përgjithësi i Galerisë së Arteve në Shkodër, Fatmiri Juka. Miri, faleminderit si erdhe. Besi, faleminderit për ftesën dhe të përgëzoj për vazhdimësitë tuaja, ngarkuar me risi çdo herë. Gjithashtu të komplimentoj për kontributin tënd në këtë studio të re televizive, që me sa duket ka për t'i dhënë Shkodrës një peshë tjetër në hapësirat e diskutimeve publike, mediatike, po pse jo, me shumë rëndësi. Nga eksperjenca jote tash më prej vitesh e gjatë dhe konsolidume. Po, mirë, dakord, unë nuk dorëzohem, futem edhe aventurave. Për përgjithësi këtu është kontributi i madh i turit edhe i televizionit Kopliku, tash me emrin On Televizion, që nuk dorëzohen as këta, kanë zakon që mos dorëzohen kurrë. Në të vërtetë është një, si të them tash, është një vijshmëri e cila duhet të jetë e shoqëruar me kreativitet. Normalisht kur të futemi në një botë të tillë, spakut në konceptin mediatik global, e cila të lejon që edhe ky emision i Onit shifet edhe në Zeland 3 në mënyrë, nuk e di, një koshme me ne, pa pyetur për fuzë orare, pa pyetur për asnjë lloj pengese, sigurisht që kërkon mësona e kreativitetin e duhur. Miri, po futem tash direkt në temë. Nuk ka pak ditë që kam mbaruar aktiviteti i on, nemi koleg, por tje përgjësia kryesore, aktiviteti kryesor që ka Galeria e Arteve në gjithë vitin, edhe që është saloni i Vjeshtës. Sigurisht që kishte të reja, sigurisht që risi që tonë, sigurisht që kishte shumë pjesëmarrës, por nga saloni në salon, domethënë nga viti në vit, duhet të ketë teorikisht edhe ecje në kohë, po njëkohësisht edhe nuk e di, mbase edhe sjellje të një kohë që ka kaluar, por me ritmin e ri të kohës moderne. Nuk e di çfarë mendimi ke, po të parën për sallonin e Vjeshtës këtë do të diskutoja. Çfarë bëri ky sallon Vjeshtë e kësaj radhe? Çfarë solli? Është shumë e mirë pyetja, sepse me këtë zbërthehet kërkesa, nëse ka pas kërkesë për evoluim, me këtë zbulohet sjellja tradicionale nëse vazhdon dhe funksionon. Sigurisht. Po me njëjtën pyetje deduktohet edhe projekcioni. Këtë prizëm mundena me thënë që Salloni i Vjeshtës, që kur është emërtu me një lidhje me traditën e hershme të sallonave të Parisit, sigurisht, ku artistët kishin tendencën me pru risinë artistike, propozimin artistik, kanveshtrimin, dhe bëhet fjalë në vitet 1900-1920, kur Europa, kryesisht perëndimi, ishte i përfshim në të quajtur revolucion shkencor, edhe idesh, pse jo, dhe me thanë, dhe qëndrimit... Që i paraprinin, sigurisht. Po, që i paraprinin zhvillime shumë të rëndësishme... Edhe politike... territoriale, çdo gjë tjetër. Po, që si të stimulunin ethet edhe etjet e qytetërimit për një kanveshtrim tjetër mbi të nesërmen. Në këtë lloj prizmit, që kur është emërtuar në këtë kohë, është pas parasysh kjo gjë, që salloni i Shkodrës të ishte një mjedis propozimi. Siç kena pas edhe ne kur kemi bashkëpunuar në muze, që shpesh kena propozu aktivitete, botime që të ishin rrafshin së re, si idesë që tund projektin e të nesërmes. Kjo është pjesa e dëshirës, e cila funksionon në një realitet që është forcisht i lidhur me ditën, që është forcisht i lidhur me zhvillimet e kohës, dhe unë në çdo herë, me aq sa më lën pastaj pjesa post festival, nëse mund ta përdori, sepse është një lloj festivali të Salloni i Vjeshtës, me hulumtu. Është një prezantim. Edhe në diskutimin që ne bëjmë pas para dhe
gjatë më lën me kuptu që çdo herë asnjë sallon nuk i përngjet tjetrit. Për sa kohë ne kena zgjedh me bë me kurator, që normalisht është influenca dhe qëndrimi i një personi i cilit i besohet për zgjedhja, po i besohet edhe ideja kuratoriale, që në thelb nuk ka vetëm filtrimin e prumjeve, po ka i bashkangjitet filozofisë emërtimit të këtij aktiviteti që kryet herës, pra përcaktimit të një vije, të një platforme, të një rrugtimi, jo domosdoshmërisht kurth për me ram rand ose mos me ram rand, por për me kriju një hierarki, sepse edhe në kaos është e vështirë për t'i shqu vlerat. Në kaosin e filozofëve, në kaosin e të ditunve, lejohet mungesa hierarkisë, sepse kur ato shprehen e ndërtojnë vetë hierarkinë me rëndësinë e mendimit, peshën e mendimit. Tashi unë me këtë nuk paralelizohen ose meridianizohen me njëri tjetrin pa pas nevojën e ndarjes së vërtetë të hierarkisë. Unë nuk du me thonë që tek ne mungon hierarkia e mendimit, por duhet pranojmë që në prurjen e madhe, një pjesë e vogël e artistëve, që mund të jenë, nëse këtë vit ne kishim 80, afro 80 pjesëmarrës, një pjesë e vogël për hyrjes vërtetëse reflektojnë këtë lloj dinamike dhe këtë lloj çësjet për me lexu temën edhe për me punu për mite. Tema nuk është diçka që shtrohet me na detyru me punu, është një ftesë që na vjen për me menu. Qartë, normalisht. Dhe mu tregu që jena të përgjeshëm dhe që jetojmë situatën, sepse një artist nuk është vetëm penelata, bojna dhe një model i sipërfaqes estetike, është edhe ekspresion edhe impresion, do t'i dalim dyja. Është një subjekt i cili mendon. Sot është një subjekt i cili bile sot duhet të jetë një subjekt i cili duhet ndihet i rrezikuar. Mendon, vuan, ankohet, ku diu, në akuzon nga herë. Gjithë, jo, ngre probleme, hap situata, krijon shfryn shpeshherë, eksakt, normalisht. Gjitha. Dhe po t'i hidhem një sy, si me thanë, rreshtimit të salloneve, ky si mjeqmi, ndoshta edhe për vetë temën që të drejtën këtë herë ka zgjedhë galeria. Qartë. Stafi, nga diskutimet, ne kishim, si me thanë, po kërkonim me gjetë atë thyrjen ose lidhjen, sepse nuk është njëna, jo domosdoshmëri duhet jetë tjetra, që ndodh me hapësiren urbane, kur njerëzit fillojnë të interferojnë tek ajo. Normal. Kur them njerëzit, shoqënia, institucionet, çdo gjë, dhe Shkodra është një qytet i cili po e ndjen një lloj ndryshimit të urbanitetit, po ndjen një lloj sigurisht po lëviz në mënyrë urbane. Po lëviz në mënyrë urbane, po reflekton përmes qëndrimeve fasadiste në kuptimin urbanistik, përmes sinjalistik, përmes ndryshimit të ekosistemit deri diku, qoftë për mirë, qoftë për vështirë. Pra, ne nuk mund të jemi, artistat nuk bën kompromis me pjesën dhe normalisht i propozojnë shoqënisë evidencat të cilat nuk kanë kohë mi pa. Kjo është ideja. Mire, po sigurisht që salloni i vjeshës është një element i jashtëzakonshëm i prezantimit një vjeçar. Po për ta përmbyllë, si më thanë edhe idenë për mi sallonin e vjeshës, e pastaj kalojmë edhe gjatë vitit. Po. Çfarë solli artistikisht, jo me kuptimin e temës, po ajo që të kam me ty më tepër, edhe ke ato që konsiderohen big, por edhe ata që konsiderohen të ri, edhe të guximshmi. Sepse edhe në syrin tim, edhe gjatë momentit që po kuronit ju, në të vërtetë unë isha jashtë, po shikoja, ka dhe disa guxime të cilat sigurisht e bëjnë salonin që ndryshojë edhe nga të tjerët. Gjithmonë nga një salon ke saloni tjetër, si me thanë, ka guxime nga më të ndryshmet edhe përpjekje për të pasur atë që me të vërtet unë i them guxim artistik, kemi fjalën kulturalisht në guxim artistik. Çfarë bëri përshtypje te ky sallon? Te ky sallon
Ndoshta është në të rrallat herë që unë po them publikisht jam dakord me përzgjedhjen e jurisë. Në kuptimin, do thënë për sa i takon këndvështrimit tem. Po marrim vetëm një nga punët fituese që ishte vepra e autorit Arben Suma, një skulpturë kinetike e karakterit të një lloj pop arti, të një lloj konsumizmi industrialist. Instalacioni i cili blite brenda për brenda në mënyrën skulpturore, edhe elementin, nuk e di, teknologjik edhe një zgjidhje e jashtëzakonshme, e pëlqyeshme që në fillim, sa shikon. Që të krijon një lloj befasie dhe të krijon direkt një lloj marrëdhëniet me temen, me subjektin që kishte gjetur, pra ishte hapja, goja që hapet e një kafke, nëse mund ta them kështu, e ndërtuar me këto tubat plastik ku përshkohen telat elektrik. Normal. Edhe nga goja që i delshin po një shumësi e ngatërruar po telash që të krijote një situatë të çuditshme brenda stomakut tënd kur e sheh. Pra, risia dhe çuditshme është që konceptet që ne kena për estetikën dhe për artin, sa po vinë edhe po ndryshohen. Të paktën për hapësirën e një farë mënyrë edhe sofistikohen, edhe tregojnë nga herë të drejtë për drejtë, nga herë e fshehin, po e kanë aty. Është shumë e çuditshme kjo punë, por kështu është. Ne jemi që me pas marrëdhënien me të bukurën me disa standarde të caktuara. Eksakt. Sot tashti kjo është relativizuar totalisht. Do të thonë, ne po fillojmë ndërtojmë një marrëdhënie me të vërtetë. Qartë. Me sa po kuptoj. Edhe ka artistë që i pëlqen ta propozojnë guximshëm këtë lloj gjaje. Ka pas, po ashtu dhe puna fituese tjetër e autorit Agron Ujkashi nga Ulqini, i cila, nëse nuk gaboj në titullin, është një kërcim në histori, kërcim në kohë, kështu e ka, është avatari i legjendës së Rozafës që vjen i përpunum në një sfond epik tashmë historik, siç është Kështjella e Rozafës. Në plan të parë nuk duket sikur është një element që t'i rëndon me has shpesh, por e rëndësishme është që ne kur depozitojmë në fond, depozitojmë kohën. Edhe një vepër e artit është një konservë e kohës. Dhe ne kjo na levërdisi që ta kishim në fond, domethënë, prandaj mendimi i jurisë ishte shumë i begenisur. Juria kush ishte? Ishte mike e përbashme. Po, Luleta Rama Muçaj, këtë herë kemi pas një juri me të trija zonja, nëse mund të them, dhe është shumë e çuditshme që të tre zonjat ka zgjedhur tre autor fitues. Po, normal. Dhe më thanë, e kjo... Domethënë po t'ja lesh grave zonjave, fitojnë burrat. Themi me shaka, sigurisht. Kush e ka merituar? E ishte kush e meritoi, po ashtu dhe vepra e tretë e autorit kishim Eltiana Shkrelin, fal se gabova, arkitekt dhe aktiviste sociale, dhe Besiona Vidrica, po ashtu politologe dhe kuratore në disa galeri arte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, një treshë interesante që vite nga eksperienca artistike të ndryshme dhe që u gjenden përballë konceptit kuratorial të arkitektit Olsi Plasa, i cili kuratori ishte dhe kuratori zyrtar i këtij edicionit të 19. Ti ke mbetur i kënaqur sigurisht. Po, unë them drejten, jam i kënaqur. Sigurisht në konceptet e artistit ti je gjithmonë i pakënaqur, e kuptoj. Të gjithë. Në konceptin e organizatorit, përgjegjësit galerisë, njeriu i cili sigurisht mban me përgjegjësinë. Po. Finalet ju i mbani sigurisht. Po tjetër. Njerëzit që janë aty. Këto të dy lloj nga njëri në konflikt me njëri tjetrin, se ne e dim shumë mirë të ndodh ky fenomen, nuk është se ka ne gjatë çuditshme këtu. Por në përgjithësi, në mesataren e përgjithshme, ke mbetur i kënaqur nga... Unë po them time, unë kam mbetur i kënaqur nga shumë punë. Unë kam mbetur i kënaqur, patjetër që i kam mbetur i kënaqur. Nuk është një punë që e bëj vetëm, punën pa mbështetjen e bashkisë dhe institucionet të kulturës nuk. Sigurisht, patjetër.
Po ashtu... Nuk e bën dot pasi dritin. Po tjetër pasi drit lojën nuk arrit dot me ndërtuar. Është një bashkëpunim i shkëlqyer. Shkëlqyer një profesionist, një kurator shumë i mirë, patjetër. Një bezhgim të mpret, estetik që me bindje të qarta të thella për çfarë do të bëjë dhe si do të bëjë. Patjetër, është shumë e rëndësishme kolegun në punë, po ashtu dhe prania jote na ka, po themi kështu na ka, jo, ka plotësu një trekëndsh ku diskutimi nuk metet ma çështje e një grushti njerëzish që flasin mëna dhe marrin tonë botën në analizë. Po s'pakot minimumi shtohet polemika, dhe diskutimi. Një lidhje, projektohet një lidhje me hapësinë. Jo si digjet më tepër vetes se kaq, po këtë e bëjmë, dhe normalisht është një tandem shumë i mirë në këtë lloj drejtimi. Miri, të aktivitetet e tjera, po japni edhe nëse më lejon, një mendim timi. Unë në sallonin e vjeshtës pas shumë punë edhe njëkohësisht pas një lloj kthimi të perceptimit të pikturës realiste, me dëshirën për ta kthyer në momentin e ke vure që kanë filluar në studio televizive të thonë momentum, për ta kthyer në momentin e sotëm pjesën e perceptimit të pikturës realiste. Nuk e kam fjalën, sepse ne kemi bërë disa klishe që i shëmtojmë nga njerë dhe mendimin psikologjik, mendimin filozofiko-psikologjik që kemi në të kaluarën tonë. Kujtojnë se realizmi është shpikur nga realizmi socialiste dhe nga marrëzirat e pastaj botë kuptimit që ka ideologjinë shoqëruese. Po kuptojnë që arti gjithmonë ka ekzistuar, si të jetë ideologjia, si mos jetë ideologjia, ai do të vazhdojë punën e vet. Ideja e realizmit, ajo që themun është e perceptimit sotëm. Dhe ky perceptimi sotëm bën përshtypje edhe në po themi në sallonin e vjeshtës, sepse aty kishte edhe art të tillë, por që ishte projektuar në mënyrë sipas meje të shkëlqyer në të ardhmen. Po besonte sepse mund të ketë diçka e cila me të vërtet të bën ta kthesh për sa i përket artit strikt art mbrapa, por që pastaj të projektonte para. Nuk e di edhe pastaj e kemi bizedu, po e ke vure këtë gjë? Po e kam vure, bile ka një ndarje më të qartë se kur ndonjëherë. Herë bile janë edhe krahët janë të tillë. Po, edhe bashkohen ose krahazohen natyralisht. Natyralisht, eksakt. Domethënë e kam fjalët në krah në kurimin që është bërë të dy krahëve të ekspozitës. Po, është shkretë sot, sepse sot për sot në momentumin momentum pa normal edhe në politik bërjen e fjalës së madhe. Eksakt, po. Çështjet janë territoriale. Qartë. Në fund të fundit. Dhe salloni i vjesht, domethënë, ka identifikuar dy territore. Eksakt. Dhe një të ndërmjetëm. Dhe kjo është një vëzhgim shumë i mirë joti, kjo ndoshta vjen edhe sepse ti edhe vetë pjesëmarrës në sallonin e vjeshtës me një pikturë tëndën. Dhe kjo e bën shumë më interesante pjesën, edhe unë të fus tek pjesa ndërmjetme. Eksakt. Në këtë qasje, por prurjet e sotme, edhe po ta shikosh shoqërinë, sot është ndarë në konservator nostalgjist dhe në modernist, aspirant modernist. Normal. Kjo është ideja. Po ka edhe një një pol i tretë i mesëm, i cili nuk i lën të zbalancohen këto dy, të prishin sistemin e balancës. Dhe i bashkon ose më mirë themi i mban balancë. Mban balancën, që ishte qendra e çuditërisht ishte qendra e sallave, nëse ne do ta kishim. Pra, naturalistat që krahazohen në një nga sallat e sallonit, është një qendrim krejt normal ose i nevoje për një orientim të qartë. Ose kur ndodhesh para një pikë pyetje, ti kthehesh tek bazamentet. Nuk më pëlqen fjala politikisht korrekt, se s'hyn fare në këtë punë, por kam fjalën në artin kontemporan, në artin e sotëm. Është natyrshme. Është spakut moralisht korrekte, duhet patjetër përdorur që në një farë mënyrë jo të bëj thjesht balancën, por të identifikoj veten, jam edhe unë këtu, mos kujtoni se do shkoni ana shumë, mos kujtoni se do fluturoni shumë në drejtimet tuaja, jam edhe unë, ekzistoj edhe unë. Programet e edukimit artistik që ndodhin në shkollat shqiptare, domethënë po e bëjnë të qartë që ka një lloj qasjet drejt dy ekstremeve, domethënë është edhe bota e tillë sot. Po është edhe bota e tillë. Kështu që ne domethënë jena bashkëkohor në këtë lloj qëndrimi.
poli ndërmjetëm, ai nëse mund ta definojmë kështu, përcaktojmë kështu. Ose e mesmja, si e mesmja është momenti ku realisht prej ku lindhen edhe gjykimi i jurisë. Pra, unë mund të përmend për shembull një punë që mua më ka pëlqyer shumë, por që nuk kisha mundësi as për ta influencu, po ishte puna e një autori të ri, Erion Baculi, e cila bite një peizazh komplet, një peizazh i ndërgjegjes që zhvillohet në marrëdhënien mes subjektit artist dhe objektivit hapësirë. Pra ishte një pikturë e cila jepte përplasje në dy dragojve mbi një qytet. Dhe më thanë një kuqedër dhe një dragua gjarpër që i përlesheshin me një tjetërin. Ndërsa në anën tjetër kishim peizazhin, po themi ta Grën Polovinës, ose të Gjeneta Kadillarit, ose romancën në zhvillim të dashnisë për pedonalen, që s'marran kurrë, në kupton. Ose ajo që mbahet me urbanitetin e interpretuar. Peizazhin e dikujt me borë, për që i borën kena 8 vjetë që nuk po e shohim, në më thanë, ka të tilla qëndrime. Nga herë bile më rëndësishme është pjesa që vlen për ta diskutuar, se sa momentet e para kur vinë gjanat. Çfarë kemi arritur tjetër të suksesshme? Po, kemi pas çmimin i Dromenot që jeni më në fund, jo më në fund, po në kuptimin e futme në binart e një organizimi, sepse molli pandemia, probleme që na u prish ritmi i këtij çmimi, i këtij edicioni. Shumë e mirë që ndoshta Galeria e Arteve e Shkodrës, e kam cituar herë tjetër, është i vetmi institucion publik, dhe nuk kam frikë me e thënë, në hapësirën e veriut Shqipënisë, që mundohet me kriju skenë artistëve të ri, artistëve emergjent, që kanë nevojë aty për ta thënë. Duan të guxojnë, duan të shprehen. Po kanë nevojë ta. Kanë nevojë. Edhe është detyrë. Po ashtu edhe ma masovike, si që është kjo salloni vjesht, po kemi pas edhe një ekspozitë shumë të mirë që ndoshta një herë 20 vjet, një herë 25 vjet të fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve. Që ka ardhur këtu në Shkodër. Ishte një super enterprise, i super ndërmarrje e jashtëzakonshme, sigurisht bashkëpunim me Tiranën. Që tentonin për ta bërë. Nga autorët e mëdhenj edhe ata që vinë jashtë Shkodrës, sigurisht kanë pasur rastin për të paraqitur në Shkodër, duke bërë dhe zhurmë, autorë të mëdhenj, emra të mëdhenj, vepra arti që janë ikonë e historisë artit modern shqiptar të këtyne viteve. Pra, kishte procesion normal të njerëzish që vinin për me pa, ndoshta edhe jashtë kufive të Shqipërisë, zyrtar flas. Normal. Pas njerëz që vinin nga Kosova, nga Trojet, për me pa këtë fond, sepse donë kanë një burim i rëndësishëm i identitetit kombëtar që ka majtë gjallë energjinë edhe shumë vizitor. Shumë vizitor, ndoshta viti me më shumë vizitor. Imagjino mirë sikur galeria jonë të ishte në qendrët pedonale, se atje ku është projektuar të shkojë. Tash ka marrë kohë me imagjinun, do kisha thënë. Se do duhet ka ardhur koha për ta zbatuar. Me bazë sepse se sa vizitorë dhe sa turistë do të ishte në atë moment, në atë momentum të një lartësie fantastike, jo vetëm jo vetëm të fondit të gjithmonshëm atje, po dhe të ekspozitave që bëhen. Po, autorë që kanë hapur ekspozitat e tyre, se ka pasur edhe autorë të mëdhenj të ardhur. Tjetër kemi pas, ne gjithmonë e fillojmë vitin me jemi mundu të jemi dhe një skene hapën dhe për artistë që vinë nga Kosova. Sigurisht. Kishim një autore të re nga Peja, Dona Gjuka, e cila
Përgjithë vërtet se një kamgullje për të ardhur në Shkodër e mori hapësinë kalendarike dhe e meritoi vëmendjen po themi të institucionit. Po ashtu kemi pas edhe personazhin e ftuar që kësaj radhe nuk u zgjodh rastësisht, po ishte Edmond Kojani ose Edi Kojani, i cili është nga ato besnikët e artit parak shqiptar që ne tentojmë me konservu dhe me marrë, sepse është bazamenti i shkollës tonë artistike. Dhe për zgjedhja e tij nuk ishte rasor, po ishte pas një vëzhgimi të gjatë. Dhe në skenën artistike të këtij lloji është një figurë eminente që vepron dhe punon mbi të gjitha. Ne kena nevojë mu hap me qytete të tjera, shkolla artistike të qyteteve të tjera. Normal. Siç ishim edhe një hapësinë për artist nga Ulqini, përmes aktivitetit ekspozite lirë, dhe e fundit programet e edukimit që u bënë në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës në funksion të studentëve. Ne thirrëm autoren nga Feriza i Kosovës, e cila Lodibe Topalli, e cila është drejtoresha e festivalit muraleve nërkombëtare që zhvillohet në Ferizaj. Po fsheh me tendencën që me i marrë pak prej suksesit atij festivali dhe me fillu me implementu pak tek Departamenti i Arteve këtu në... Kishte edhe studentët e arteve që kishin ekspozitën e tyre? Edhe studentët e arteve patjetër që kishin të përvitshme që ishte një ekspozitë goxha inkurajuese, jashtëzakonshme. Mu s'pakut më pëlqeu shumë, jashtëzakonisht. Domethënë kishte shumë punë në të, kishte kërkim, janë student që duhen përgëzu. Aty janë 2-3 pedagogë që për mendimin tem bën një punë shumë të mirë. Pa tjetër. Brezi i ri, sidomos, dhe u ndje diferenca me vitet e tjera. Sigurisht. Besoj se mbyllëm, për të folur për galerinë e arteve, mund të rish edhe me ditë tona, pastaj mund të marrësh me pjesë të caktuara të prezantimeve në galeri për të kuptuar se sa e rëndësishme është puna aty, se sa ka të bëjnë edhe kurimi, se si çohet në kam një ekspozitë, sa vështirësi, sa punë do. Por mbase ja vlen në një ditë tjetër të marrim edhe si dritin edhe ta trajtojmë edhe kush është puna e vërtetë, ajo punë e lodhshme, punë bazike, të cilën nuk e shefësh. Në retrosken nuk e kupton dot. Askërkush vjen e shohin galerinë, po për të çuar ajo galeri në atë status, sigurisht që është punë e jashtëzakonshme. Prandaj po përmend edhe herë së dritin këtë. Jo të lumt, sepse ai është mjeshtri që bën një punë të jashtëzakonshme atje. Miri, tash do kthehemi pak pas në kohë. Bile do kisha dëshirë të kthehemi aty nga vitet 2010, 2011, 2012, 2013, kur kemi punuar bashkë në Muzeun Historik. Jo për remember, jo për nostalgji, thjesht. Sigurisht edhe nostalgjia nuk i bën keq, se thonë se i bën keq zemrës, nuk i bën keq çfarë, i bën mirë zemrës edhe trurit. Problemi që ndron këtu, desha të bëj një krahasim të Shkodrës së atëhershme në sytë tonë, në këtë bashkëpunimin që kemi pas ne, të punës së atëhershme, edhe me kohën e sotme, që sigurisht na gjen bashkë prapë, punojmë prapë bashkë. Normalisht që unë jam plakur më tepër, unë më konsiderohem ato që jam drejt fleqnis, po ti ishe djaliri edhe jetesh i burr në kohën më të mirë tënde. Çfarë ka ndryshuar, si është projektuar në ato që kemi bërë atëherë dhe bëjmë tani. Domethënë të kërkoj më tepër një mendim filozofik ose perceptim shoqëror edhe kulturor, se sa perceptime tjera që shkojnë drejt politikës, të s'mi interesojnë fare. Edhe nuk kap se t'mi interesojnë, sepse ato ndikojnë, por nuk ja vlen që t'i vendosësh në, si me thanë, në shkallaren e parë për t'i nderuar kaq shumë.
kohët as nuk mund të injorohen, sidomos kur I ke jetu dhe ke punu në atë kohë, as nuk mund të mbivlerësohen. Sepse kohët janë kohët, por në dijen time kam formu një mendim që në praktikën e administrimit, ose administratës, ose diçka. Atëherë ishe përgjegjësi I muzeut, tash je përgjegjësi I galerisë. Galerisë ka ne kemi vepru një lloj lirie të fitume. Personale, e cila vinte nga dy, mendimi jam vinte nga dy komponent përbars. Një që është karakteristik individuale, personale, dhe një forma e edukimit e pësume. Në qoftë se këto dyja gjenerojnë një karakter luftarak, kërkues, ai arrin me kriju një lloj pavarësie, sepse e ka të qartë destinacionin ku do të më mrit dhe kthehet në një lloj imponimi. Jo në kuptimin e keq të fjalës. Ne kemi kanë një skuadër imponuese aso kohë. Nuk është turp me e thënë, as nuk është klishe me e thënë që ka pas raste që kultura është pa më sy të mirë, ka pas raste që kultura në përgjithësi ka qenë një dhimbje kreje, është lënë, por ne nuk kena rënë në këtë batak, kështu diskutimi, ja pa marrim seriozisht ose pa e lajm për pak më vonë, por kena pas një binar shumë të qartë, paktën për periudhën e muzeut, aso kohë është majt një qëndrim shkencor në bamënit të punës. Dhe ndoshta kjo ishte edhe arsyeja që produkti që delte ishte I pavarur nga diskutimi politik I ditës. Edhe vinte puna që ne kena diskutuar shpesh herë që kur vinte puna tek muzeu për me votu buxhetin, antarët e Këshillit Bashkiak ishin panorama ishte e gjelbër, jeshile, dhe kartonet ishin gjithmonë jeshil. Në mënyrë të pa diskutueshme, majtas djathtas anas lartë të tjera. Nuk e diskutohet e kërkush. Nuk diskutoj asnjëherë. Pra që lën me kuptu se ka pas edhe një lloj refleksi, më thënë te kjo gjë dhe është kuptu. Tashti muzeu dhe galeria e arteve janë institucione shumë të rëndësishme, sepse ka të bëjnë direkt me koshiencën kulturore. Më thënë janë institucione që duhet merren me një lloj serioziteti, andaj unë aq sot le janë realiteti shqiptar, sepse mos të kthehet edhe kështu si bumerang një herë. Muzeun një e kena lënë mrapa, po unë do kisha preferu ta kishte te I kaluni në kuptimin e projekcionit. Dhe uroj të nollin, sepse Shkodrës I duhet, po ashtu si që I duhet një galeri. Por shikoj qartësisht që kohët ndryshojnë me një ritëm shumë të shpejtë. Edhe nuk e kisha të pa qëllim kur e thash që edhe stili I menaxhimit ndryshon në kohë. Normal. Qofse dikur ka qenë, po themi disi më kolegjiale, sot është disi më individualiste dhe I besohet genialitetit dhe krijuesit të një forcës krijuese të një individi me eksperiencë, patjetër që ka një lloj ndryshimi dhe nihet një lloj lirshmërie në të bamënit e eventit, në të bamënit si më thënë, e krijesës kulturore që ti merr përsipër me ndërtu me kolektet tuaj. Nuk e di, sa I qartë isha ose sa mund të shtoj kësaj? Je I qartë, por dashje pa dashje, duke qenë edhe pjesa e gazetarisë, edhe pjesa e opinionit, po sidomos e historisë. Sidomos e historisë, mase është e mira të shtoj edhe këtë lloj ideje time që përkon shumë me idenë tënde. Shiko, mirë, është njësoj si të më pyesësh ti tash, por po ja përgjigje vetes. Muzeu dhe galeria janë dy element të shoqërive të evolume. Nuk ka shoqëri jo të evolume që vlerësojnë edhe mbajnë kam muze edhe galeri. Mbase mund mbajnë kam valle, mbase mund mbajnë folklorizma, mbase mund I mbajnë
si të them tash, mase edhe mund të mbajnë edhe orkestra, mund të mbajnë gjithçka që unë i du fort edhe jam gati t'i përqafoj me afshe, me zjarret. Por muzeu dhe galeria përbëjnë pjesën elitare të mendimit shoqëror, politik, filozofik. Patjetër. Dhe sigurisht duhen trajtuar si të tilla. Patjetër. Muzeu dhe galeria janë objekt social dhe moral të një trajshëm bile kërcejnë edhe mi universitetin, mi akademizmin. Sepse aty është brumi, jo vetëm brumi, po dhe memoria kolektive e jona e institucionalizuar dhe e akredituar për të bërë pastaj edhe politikat e mëdha kulturore dhe historike të vendit. Shumë saktë. Dhe për këtë duhet patjetër kujdesi jashtëzakonshëm. Për fat të keq, gjithmonë kjo kujdesje bie në dorë të politikës, po unë shpresoj që edhe ke politika të ekzistojë një mendim që unë e gjej pak a shumë edhe sot, që këto element të këtyre dy institucioneve, muzeale dhe galeria është një muze në veti, në qoftë se ti galerinë e çon nga pinakoteka, e çon në nivelin e lartë, muze është edhe ai. Bile nga herë të kujtohet kur them lyje me të kuqe këtë se na duket si muzeale, ka të bëjnë pikërisht me këtë efekt psikologjik. Dhe në këtë rast, pikërisht kjo duhet respektuar. Mirë po, kjo ishte tendenca që për fat mirë, Zoti Fatmir na e lejuan në 2011 dhe 2012 për të rreshtuar në një farë mënyrë këtë lartësi. E morëm pak si me forcë, është e vërtet, por i bindëm të gjitha, ajo që the ishte shumë e vërtet. I bindëm të gjitha aty, si majta, si djata, që kjo duhet. Kështu duhet nderuar 2012, kështu duhet nderuar 2013. Këto element do dalin nga muzeu për të paraqitur jashtë dhe të mbushet. A i sheshi aty para muzeut me 700 veta, më tepër se sa teatri Migjeni, për të bërë 17 evente fantastike që mblidhin më tepër se 200 veta, 300 veta, dhe që zgjatnin me ditë të tëra. Që nxirrin muzeun jashtë, e kishim detyrim tonin të nxirrim historikisht edhe me reperte, që nuk bënim gjëra fake. Nuk merreshim me fake, historina, dhurime dhe çelebrime, nuk merreshim me këtë punë fare. Merreshim me muzeun. Qyteti ose njerëzit tavolinat fillojnë me ndryshu edhe mentalitetin e të thënës, edhe të menduarit. Që edhe kur krijohesh polemika, biesh në një konsensus të përgjithshëm. Kjo është historia jonë, ky është muzeuriteti jonë, që ishin shumë emisione. Dhe po ashtu me galerinë, duke jo përpunuar mendimin shoqëror. Ai ndash përpunohet, ndash të rri pa përpunuar. Problemi është se duhet shtyr mendimi shoqëror në nivelet që prezanton një galeri dhe një muze. Në këtë pikë, si instinktivisht, si qytetar, si filozofikisht e kemi bërë, edhe pse ti ishe atëherë, nuk e di, edhe 15 vjet më i vogël, edhe unë më i ri. Dhe do ta bëjmë edhe sot që jemi po në këtë drejtim. Ideja e gjithë këtij diskursi që po bëj, ma leo që unë gazetar jam, opinionist, edhe nëse më lavdrojnë dhe më shajnë punë madhe fort gazetari, këtë punë muhabet s'ka konsensus përgjithshëm, duhet bërë për të mirën e qytetit. Këtu e kam fjalën edhe unë. Në momentin që ti lviz në drejtimin e të mirës, e trashëgimisë dhe projektimit të mirë të qytetit, kam përshtypjen se nuk gabon kurrë. Është rrugë pa gabueshme. Ata shime që e marrova gjithë diskurs, vrejten ma bën ti. Tash unë fola, isha i ftuari. Jo, nuk bëni mirë sepse përforcove disa argumenta që, të me thanë, unë e pozitat e të marrënit në pytje, po them që jo se po kam problem me i thanë, po ekspresioni i kose gjana që si në tanë mëndimit, po ato që ti evidentove, pra karakterin peshe në vërtet që kanë këto institucione në marrëdhënie dhe në raport me të tjerë, dhe ato që kanë ndodh evente që janë organizu, originaliteti i tyne, pra kërkimi i sinqert që ne kena bërë shkencor. Unë nuk përmenda për shembull që kanë ardhur 4 kryeministra, edhe tuaj. Nuk përmenda që kanë ardhur... Po ato i dim vetëm ministrat jashtë. Nuk përmenda që kanë ardhur akademik nga gjithë bota. Nuk përmenda që bë aktivitet. Që kishim edhe një trashëgim një botimesh, që botuam edhe ne. Nuk i përmenda. Po kanë ardhur me
me djeni dhe pa djeni. Edhe me djeni dhe pa djeni. Kanë marrë vesh që është bërë diçka, kanë ardhur. Është vetë natyra e muzeve që kanë këtë. Është e tillë, në mënyrë të tillë. E kanë këtë sepse kur të vjen dikush vjen gjysma e qeverisë për shembull që ti jetë aty. Po, kur të vjen dikush që ti pretendon të krijosh marrëdhënie ndërkombëtare etj. Edhe gjysma e opozitës. Edhe të kërkon të të njohë të bën një kërkesë nëse nuk ja ke bërë ofertë, që duhet të shkojë një nga institucionet e kulturës që janë muzet, janë galeritë dhe kështu me radhë. Dhe ti atë ke pasaportën tënde të prezantimit në këtë çështje. Unë shpresoj shumë miri që muzeu të kaloj aty ku ka ide të shkëlqyeshme dhe kryetari i bashkisë. E urojmë, patjetër. Do të ishte një nga ai vuan shumë. Muzeu vuan edhe ne ndim se vuan në strukturë. Dhe po vuajtet në strukturë do vush në gjitha drejtimet. Dhe njëkohësisht veprimi tjetër i shkëlqyer, i inkurajuar edhe nga ne, edhe nga unë personalisht për të kaluar dhe galeria, për të larguar nga i vend. Këto do të ishin dy hapat e parë për të ngritur këto dy institucione në një lartësi që me të vërtet i takon Shkodrës dhe t'ja kthy edhe turizmin. T'ja kthy turizmit elitar, pse jo dhe ati masiv. E kemi vërtetuar këtë punë. Nëse do kush ta vërtetojnë, e vërteton në Rom. Nëse do tjetër kush që ta vërtetojë, e vërteton në Stamboll. Do dikush tjetër edhe në Selanik, do dikush tjetër edhe në Athinë. Në Vjenë, ku duan ta shohin, do t'jetë kjo që sapo shpjegova tani. Pra duhet të shkojnë aty, në qenë dhe dalin. Po të kishte kena një çaj interesante, edhe thjesht pedagogjike ose didaktike, ose do ta kishim ul diskutimin në nivel terreni kur i thonë, kështu që në mësimdhënie gati. Mësimdhënie që ta marrësh një fëmijë, po themi diku nga mosha 10-11 vjeç që është mosha kur është kriju karakteri dhe ka fillu të mu zgjeru horizonti, ti bësh një ekskursion ditor, do ta fillosh vizitën nga zejet dhe artet që mund të fillonin nga zona e cila po përflitet, pra prefektura sot, bashkia. Që po përgatitet në mënyrë të shkëlqyer, absolutisht po. Është vizioni i bashkisë ky. Po, duhet përkrahur. Patjetër që duhet përkrahur. Dhe duhet të pasim shtetin e tonë qytetarëve. Absolutisht. S'kan kuptim kundërshtimet boshe, bajate, pa kuptim. Pa sens, domethënë s'ka pas sens me ikë për aty. Normal. Po të fillonte duke hulumtu cila është tradita e punës parake, zejeve, mos të humbë kjo punë. Ja shpjesë identitetit tonë. Kjo duhet të shkojë në universitet. Kjo duhet bëhet pjesë e akademizmit, e kurrikulës universitare. Nëse dona me kriju diçka, me rezistu evoluimit pa shtershëm që po noll. Unë do t'ja kisha këshillu për shembull mikut tim vjetër Toni Ngjura i rektorit fantastik që kemi sot në Shkodër. Do t'ja kisha këshillu që ta ndërtojë një kurrikull të tillë, ta ketë një. Unë tham që do ishte përforcu, absolutisht. Po të thosh sepse mendoj që një diskutim ka funksionuar në këtë lloj prizmit, por Mbot qefi nëse është, jo mbot qefi, po jam zakonisht i lumtur nëse shkohet në këtë drejtim. Unë them që se ne po humim vlerën e trashëgimisë. Një është një dëgjues i mirë. Po, absolutisht. Presim prej tij që ti çojnë këto propozime në vendet ku i shohin aty ku realizohen. Dhe po thosha këtë që i vlen për akademizmit në radhë të parë. Absolutisht. Sepse njerëzit duhet të kenë disa pika referimi, të shohin dikun dhe të përcaktojnë diku tjetër, dhe fillon vizitën po themi këtu dhe përfundon tek fotografia, tek Muzeu Marubi. Absolutisht. Dhe ti e ke myll ciklin e informimit, po kjo ta marr një turist ty më shumë se i ditë. Absolutisht. Në këtë vend. Ja. Nuk mjafton një ditë. Sistemi për shembull nuk mjafton në Stamboll një ditë. Duhen 2 ditë. Dhe fillon e kërkon atë produkt me cilin lidhet. Absolutisht. Që ka pa në muze ose në galeri ose ku po diun ne. Kërkon ta bëjnë. Kërkon refleksionin jashtë, absolutisht. Dhe ti do shikosh pastaj që krijohet sistemi zinxhir i vlerave. Nga ai personi që punon në atë studion e tij që e provon atë. Qartë. Dinti që domethënë unë shoh që kena një përshpejtim
të prurjes së traditës së kujngjive në Shkodër. Normal. Vizitori huaj e pëlqen produktin e Sermit. Patjetër. E Argjendit. Po. Ka një style, është jo vetëm stil, por është edhe lartësi e jashtëzakonshme aristokratike e një qyteti që ti duhet ta humbësh. Absolutisht. Një kulturë qytetërim që din me punu materialet e shtrenjta, domethënë tregon që ka shije në shumë të stërhollume. Që ka jetu mirë dikur, që ka pas mundësina ekonomike e financiare të mëdha. Po kjo është vërtet. Është ideja. Edhe nëse e shef me këtë sy, duhet ta rrisish me këtë sy. Pra, e di ku e kam fjalën, është një veprim i shkëlqyer i Bashkisë Shkodrës për ekspozimin dhe rregullimin. Nuk po e lavdrojmë, aty ku ka për të kritikuar do kritikohet se s'ban bashkia dhe kushdo qoftë, po aty ku duhet për ta lavdruar, duhet lavdruar. Gjithë ky shpërthim i eventeve, me fjala gjallësës së madhe në qendër qytetit, shfaqjeve të mëdha duhet shoqëruar edhe me një bazament tjetër. Krahas masës, kam fjalën masivizimit dhe hares, duhet vendosur edhe raporti i mrekullueshëm, i shkëlqyer edhe me atë që masa nuk e dallon mirë, duhet ja çosh. Domethënë duhet ja afrosh. Pastaj jo vetëm për masën, por edhe për njerëz që janë më delikat në mendime. Patjetër duhet ja afrosh edhe këtë gjë. Pastaj edhe për akademizmin, pastaj edhe për botën, pastaj edhe për turizmin masiv, pastaj edhe për atë elitar. Pra, Shkodra është multifunksionale, ashtu siç është edhe polifunksionale. Dhe shpesh herë kemi bisedu bashkë, mirë, duke studiuar, duke pas arkivin, duke net me orë të tëra bashkë në arkiv. Shkodra ka qenë e madhe kur ka qenë multifunksionale, polifunksionale, multietnike, multireligionare, multi në gjitha drejtimet. Kjo është Shkodra e madhe. Nëse ti e largon Shkodrën nga këto, e thua jo kësaj, jo asaj, s'ban kjo, s'ban ajo, ja mas duhet kjo, jo mas duhet ajo, Shkodra bëhet e vogël, rrudhet. Nuk e do kërkush, ikin gjithë, lene ma se s'du me shku, ma ikin. Nuk e di ikin Tiranë, se gjenë polivalenten, gjenë edhe. Po kjo është shumë keq. Në këtë rast, këti vizionit, mrekullueshëm që është, i duhen shtuar edhe këto element, kur them, bisedojmë në herë me Turin, që për në një gjënë të shi, ato detajet e bajnë edhe diferencën. Sa më te për detajet të futësh, aq më diferencë me një tjetër ke. Miri, bisedojmë për përgjesin e për këtë, po artisti njeriu ka e lash për në fund. Çfarë ka bërë, ku ke konkuru, ke bërë aktivitete edhe ti, ke shkuar diku? Po, kam Për vërtet se po punoj për jo po punoj, po e kam përfundu një cikël të ndryshëm nga ajo që unë përgjithsisht njifem hapësirën artit në Shkodër, diçka më gjanë, siç është vetëm cikli me trashëgimin kulturore. Normal. Gjubleta për shembull një nga të mrekullueshme. Po them që për momentin, me qenë se dhe ajo e përmylli fazën po themi kështu të vlerësimit dhe morri fronin që i takon në kulturën e gjanë të UNESCO-s. Them se unë e kam lanë me pushu këtë sukses që o arrit dhe nuk po merrem me Ishte pjesë edhe ti këtij suksesi, e demonstrove gjithmonë. Pjesa e vogël, ajo e vogla sa do pak e vogël qoftë. Unë kam pas fatin me nuhat që ajo do note. Do bëhet, patjetër. Pa çka se unë kam pas një marrëdhënie të sinqertë në kuptimin me si element artistik. Po këto kohë të fundit e shoh që kam një nevojë që të merrem me një pikturë pak disi më sociale, më afër njerëzit, më afër efekteve dhe po themi kështu evolucionit që pëson qenia njerëzore në raport me çdo gjë që ndodh sot në botë. Dhe është vështirë me fol kurse ke veprën këtu afër, kuptimin me pas një hartë dhe me përcaktuar se ku janë pozitat e saj gjeografike, por e një shumë të nevojshme të kem një komunikim me natyrën njerëzore që unë për i kohë gjatë nuk e kam trajtuar në pikturat e mia. Kjo tregon që kam marru, po themi, ose kam marru një cikël për artistin, pra që i ban art, i forcimit të një kristalizimit të disa ideve, tash ti do të kemë marrëdhënien e me njerëzit. Dhe unë kam pas një eksperiencë shumë të mirë, të thënë drejtën, një nga galeritë më të rëndësishme të New Yorkut,
që është Kushner Galeri, Artsaj. Kam pas një ekspozit 6 ditore, virtuale, po që nuk është pak, janë 120.000 artistë që aplikojnë tek ajo galeri. Dhe janë 6 nga punët e mia janë përzgjedh për tu ekspozu për një javë. Kjo me ka bë me kuptu diçka të rëndësishme, se ato punë nuk janë aty rastësisht. Ja, aty rastësisht nuk çon askush. Ashtu siç kam pas edhe mundësinë me kanë këtë vit disi në rolin e një kujdestari artistik, që ose mund ta them kështu, për të suportu, për të mbështet artistë të ndryshëm në rolin e kuratorit, siç ka qenë kurimi që kam bë në Prizren, në Gjakov, në Pej, Shkodër. Ta thanë, kjo ka qenë paka shumë kërkesa e këtij viti. Piktura që i bëj sot është një pikturë e cila nuk bën kompromis me estetiken në kuptimin e plante parë, e lën pak masdoret, ka nevojë me kënë pak brutaliste, ka nevojë me kënë shumë direkte, por në ngjyrë është thellësisht e përpunuar. Gjatë që këto dyja që unë para përmenda, fillojnë edhe shkërmoqen, kur ngjyra është limfa që e krijon pastaj karakterin e personazhit që merr përsipër. Po bashkëshorti mirë dhe babi, mirë Juka. Po dhe djali, Këto janë pyetje që duhet ja bë aktorëve. Nuk i kam dot, edhe nuk i tani për tani si ftoj dot, janë vetëm ndoshta të thonë edhe jo, a kupton? Por ndjesia jote për mi, ndjesia jam detyrim tjetër. Është një kënaqësi, me të thënë drejtën, është detyrim, është një përpjekje, është një luftë si çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Është një përpjekje për me jetu momentin, për me sakrifiku, është një betejë që ja vlen, sidomos kur ka dhe merr shumë kuptim kur vehen pikpyetje themelet e kësaj shoqënie që kupton sa rëndësishme është dhe çfarë misioni të ke për mi shpatulla kur do me te çu në kohë. Dhe ti kupton që transporton fate, jetë, energji, mbjell vlera, gabon, patjetër që gabon. Normal. Gabon shpesh bile. Po bën edhe mirë. Dhe kupton për të bërë mirë. Edhe sakrifikon. Patjetër, sakrificë. Bindjen time mendoj që është Zoti ti përcakton 2-3 vija ku ti për me ecë dhe mjafton që të kesh atë forcën për me gjetë rrugën që duhet. Nuk nihesh mirë kur veshi një muzikë që është ultraliberale, gjë që personalisht mua nuk më pëlqen hiç. Vjen keq me e thonë, por që e vën në pozita jo të këndshme familjen tradicionale. Po të më anë shton edhe muzikë, nuk e ke fjalën thjesht për muzikën, e ke fjalën edhe për... Po i them muzikë sepse... Leitmotivin që të vjen në anën edhe të koncepteve ideore të sotme, kupton edhe filozofike të sotme. Ato që po luajnë në përgjithësi shoqërinë edhe nganjëherë edhe në drejtimin e kundër ose në drejtimin jo moral. Është vërtet. Po me këtë du me thonë që ne përpjekjen e kena gjithmonë në botën jashtë. Mikrobota është gjithmonë ajo që cënohet nga kjo, domethënë, e përgjithshmja. Kjo është një nga pyetjet. Nuk e pritet. Jo, anormale, jo këtë që të bëj tani. Jo thjesht anormale, e kam bezdi ta bëj edhe si pyetje, mirë po, këtu që ne duhet ta krijosh kushtin për ta bërë këtë pyetje. E prandaj thash e fundit, po tash e fundit është kjo. Edhe është pyetje, thonë që s'ka pyetje idiote, po kjo për mua është pyetje idiote. Se më si s'ke ikur nga ky vend. E ke marrë ndonjëherë parasysh që ti ikesh nga Shkoda, ti ikesh nga Shqipëria. Unë jo, nuk e kam marrë përsipër. Nuk dia kanë bërë mirë apo kanë bërë keq, po kam qëndruar edhe do të qëndroj. Gati edhe me inatin që pse t'ju lej, kujt t'ja lej.
se u dashka lanë kujt. Dhe kush janë ata që du t'ja lej. Por nuk du me të niku me këto fjalë. Ti pse s'ke i? Jo, tash e kam kalu kohën e nikimit. Nuk nikohesh, normal, pa tjetër. Por, din që nga herë Shkodra... Du me e bo gabimin me kamullje? Shkodra, duhonin mund është me e lanë Shkodër, pa tjetër. Nuk është në gjohë vështirë kja. Po dhe ne iksh prej Shkodrët nuk kam e të lanë të Shkodra me ikë në herë prej saj. Exakt. Kështu që unë kam... zemër ngulitet aty, është aty. Unë kam njerëz, gjinagena njerëz që kanë lanë këtë vend dhe vinë ma... Bile i din muhabetet e Shkodrës ma mirë se sa ne jetojmë këto. Edhe kur japin leksion gabojnë se kanë netja larg Shkodrës. Mila di qam një, se po kështu dhe po në diçka interesante, para disa ditë që ishim në Gjakov, një ftesë të komunës Gjakovës të turizmë për kulturë, një grup artistash, 9 artistë jemi ne që gjirojmë, kena marrë përsipër me i prejk këto zonat shqiptare përmes artit tonë. Ishim shkume në Gjakove dhe për një farë inertësijet grupim që janë mësu me mu se unë dalë dhe bëj hapjet e ekspozita. Më thonë, do të amash ti fjallin e hapjes me një loj. Okej, dhe me thonë, po flasë diqka, po s'kam qef me kënë vetëm, po i thosha. Dhe në më në caktum, kur dole aty para, po ashtë që nuk ishë në galerin të eme, po ishë dikun tjetër dhe mu fshi. Ajo që kisha me thonë, po mu kujtu një detaj, shumë i rëndësishëm që krije një farë hilaritetit. I thash që, unë, kur isha në makinë dhe po hyshin në Gjakov, mrenë në qytet, puna re që 1 me biciklet, 2 me bicikleta, 3 me bicikleta, 4 me bicikleta. Që po bani, imitoni Shkodrën? Apo jeni si Shkodrën? A jena njësa, apo jena në Shkodrën? Ideja është që... Po, është vërtet, Gjakova ka bicikleta si Shkodra në Kosovë. Do të thonë që Shkodra është një entitet shumë i fortë. është impronte madhe. Është një gjumë shumë... Po da është me rënë lokalizëm, po realisht ashtu është, sepse ne edhe me kontaktet që kena me vizitorë të ndryshëm e shohim impaktin që nol tek ato. Natyra, dilli, drita, janë gjëra që i bëjnë mirë. Pse s'kam ikë? E kam menu, po, dhe mund ta kem menu. Në fund, janë disa gjëra që peshojnë ma shumë se sa një ikje. Përgjithësisht mu ikjet nuk është se më pëlqejnë shumë. Edhe është e vërtet. Është e vërtet, asgjë nuk ka, edhe në botë thonë një vend vlen se një vend tjetër, po me që vleka një vend se një vend tjetër, atë metet që ky vend vlen sa gjithë vendet e tjerë. Kam qef që të bëj kështu retorika filozofike. Duhet të arrujmë se me po duhet të arrujmë këtë lloj mënyre, absolutisht. Mirë, unë të falenderoj që ishe. Falenderoj për bisedat e këndshme dhe njëkohësisht edhe të polemikës jo me kuptimin e kundërshtimit shqiptarofob ose dhe shkodranofil. Jo polemikës për polemik, por të polemikës për konstruktivitet, për të projektu mirë në të ardhmen. Të uroj sukses në artin tënë. Kështu jam i sigurt që je një bashkëshort i shkëlqyer edhe një bab shumë i mirë, bile edhe një prind shumë i mirë. Njëkohësisht edhe uroj që galeria të zej vendin e vetë fizik të mirë, është një nga dëshirat e mëdha, kam shumë qejf ta shoh të realizume. Dhe njëkohësisht ekspozita sa më të bukura mirë. Të falenderoj që ishe me mua sot. Faleminderit ty për mbështetjen tënde, për fjalët inkurajuese dhe të uroj sukses dhe shëndet në vazhdim. Ty dhe tonë familjes tonë. Të falenderoj. Miqtë On Televizion, miqtë emisionit On Talk. Ky ishte emisioni i dytë, ju do mësoheni dal nga dal edhe me On Televizion, On Talk, dhe sigurisht me trashëgiminë e shkëlqyer që kemi, do vazhdojmë projektojmë edhe ne në kohë pikërisht e ky televizion, shpresoj edhe ke emision. Natën e mirë.